Pas ditën e sotme, flakët kanë përfshirë fabrikën Komodita në Gjakove, cila gjatë kësaj dekade ka qenë një nga shpresat më të mëdha të Gjakovës. Ky është një lajm i trisht për qytetin e Gjakovës, por edhe më gjerë. Lutemi që të mos ketë humbje jete dhe që dëmët të jenë sa më të vogla. Televizioni Syri shpreh solidaritet të plot me biznesin Komodita, krenarinë e qytetit, me pronarët të këtij giganti industrial si dhe me menaxhmentin dhe të gjithë punëtorët. Fidim Agushi, zëvendës togu në brigadën e zjarfiksëve në Gjakov, tha se për zjarrin është raportuar rreth orës 16:50 minuta. Me të morur lajmin ekipet tona të zjarfiksave janë dalë në vend të ngjarjes. Edhe pra ashtu zjarfiksat me Komodit janë afërsi shumë të afër 1 minutë 2. S'kemi largësi shumë të madhe. Kemi dalë në vend të ngjarjes, siç përshini edhe vetë flaka ka pluar në Tanaon. Po është një pjesë poshtë më e rëndësishme që ka boca, bombolat e gazit e mëdha, zjarfiksat janë të kthyer me ndërprej atë pjesë, bodoli flaka, andaj do të jetë një katastrofë e madhe. Janë disa bombolat e vogla që bëjnë shpërtimin e tyre, edhe po ashtu kena kërkuar përforcime nga komuna tjera duke marrë Pejen, Deçanin, Rahovecin, Prizrenin. Kemi kërkuar ndihmë se është flakë e madhe. Deri në këto momente, bazuar në informatat e pranuara, nuk raportohet për pasoja në njerëz. Megjithatë, verifikimi plot i situatës dhe i pasojave eventuale do të bëhet pas shuarjes së plot të zjarrit. Televizioni Syri ndërkohë do t'ju mbajë të informuar me të gjitha të rejat e fundit nga ky rast.